Problemi i avokatit të popullit është një problem që shtyhet prej pothuaj një viti. Dhe shtyhet sepse ju, ose kreu i juaj Ramaduro, siç po e quajnë tani më të gjitha kontinentet, nuk pranon kandidaturën që paraqet opozita, ndërsa ai plotëson çdo kriter dhe e nderon atë detyrë. Por në rregullin ka qenë që avokati propozohet nga opozita dhe ju kërkoni të impononi nëpërmjet përjashtimeve pa asnjë kriter të kandidaturave që paraqet opozita, të impononi kandidaturën dhe jeni të gatshëm ta shtyni me vite vetëm që një kandidaturë e cila për ju nuk pranohet vetëm se ka vitet e persekutimit dhe burgosjes politike. Dje unë dhash një intervistë dhe një gazetar i mirënjohur më pyeti a janë zgjuar demont e sistemit të vjetër në Shqipëri me Ramaduron, edhe aja kishte marrë vesh se edhe ai fliste për Ramaduron. Dhe kjo që po bëni ju është dëshmi e zgjimit të atyre sepse ju keni hezitim të pranoni një kandidaturë nga grupi nga shtresa e përsekutuarve politik, ndonse zoti Ndregjoni i plotëson të gjitha kriteret. Prandaj sot hajde ta votojmë edhe ta mbyllim këtë punë, kjo është e pa prerë, është një institucion. Pavarësisht se në narkoshtet institucionet të gjitha shumëzohen me zero, po përsëri për ne, ky është një institucion edhe që duhet të plotësohet me drejtuesin e tij. Unë kam kërkuar që thjesht të bëjmë një proces, jo thjesht, po të bëhet procesi si gjithmonë, në zgjedhjen e krerëve të institucioneve të pavarura, pra të ulemi të dëgjojmë propozimet e opozitës, duke respektuar edhe traditën që propozimet vinë nga opozita, por majoranca para se të votoj ka të drejtën që të njihet me të gjithë, të bëjnë diskutim edhe të arrihen dakordsi paraprakisht. Të gjitha propozimet e ardhura, pra që kanë kaluar procesin deri në komisione, janë të propozuara nga opozita dhe për këtë arsye ne duhet që të zhvillonim bisedime. Unë kam bërë një bisedë për së vërtetës me zotin Noka në një nga seancat. Ishim afër zgjedhjeve dhe e lam që ta rimarrim këtë temë pas zgjedhjeve, tani jemi pas zgjedhjeve, mund ta rimarrim, ta vazhdojmë nëse kemi kohë, po besoj ka ngelur vetëm një seancë dhe duket më e mundshme ta rimarrim në shtator. Gjithsesi, ne s'kemi ndonjë kundërshtim që të vazhdojmë procesin e përmbylljes të zgjedhjes së avokatit të popullit. Në të gjitha rastet, zgjedhja e avokatit të popullit duhet të jetë një prioritet absolut, qoftë edhe i sesionit të ri që në shtator.